Përshëndetje të dashur miq, sot do të përgatisim së bashku qepë të mbushura. Marrim një tenxhere dhe mbushim me ujë. Kam marrë 3 qepë të mëdha dhe do t'i pastrojmë. Tani mbasi kemi pastruar qepët, do t'i presim pak. Dhe I fusim qepët të mëdha në ujë. Do t'i lëm 5-6 minuta që të valojnë. Në një tigan hedhim 4-5 lugë vaj ulliri. Vaji është nxehur dhe tani hedhim qepët. Hedhim edhe hudra. Shtojmë edhe karrotat. Edhe një knor perimesh. Hedhim një lugë paprika. Edhe një lugë kafe tamarik. I hedhim edhe gjys lugë kafe peper. Edhe një lugë gjella krip. Dhe tani qepët janë gati. Do t'i heqim nga ujë. Hedhim një lugë salcë domatesh. Kjo është salcë e kondensuar. Dhe hedhim 3 lugë salcë normale. I shtojmë 500 gram oriz. E tani do t'i shtojmë orizit nga lengu I qepëve që kemi zirë përpara. I hedhim edhe majdanës. Në fund I hedhim edhe pak menër të freskët. Marr një tepsi dhe lëm me vaj ulliri. E tani do të fillojmë me mbushjen e qepëve. I hapim qepët duke I ndarë një nga një fletët. Marrim një lugë oriz, e hedhim brenda dhe mbështillim. Tani qepët e mbushura I kemi gati dhe do të përgatisim pak salcë. Hedhim 4 lugë salcë normale, hedhim 4 lugë vaj ulliri. Edhe hedhim 600 ml ujë. I përziejmë së bashku dhe I hedhim sipër qepëve.
tani të psin e kemi gati për në furrë, do ta pjekim në 220 gradë për 1 orë. Do ta pjekim 40 minuta me gjithë letër nga sipër dhe 20 minuta pa letër. Të dashur miq, kjo ishte receta për sot, shihemi në videon tjetër.